Mbroma shqiptar ç'a bëhet? Qoftë se keni marrë vesh deri tash po filloi lufta e tretë botërore. Besoj e mani mend që para javë 2 javësh lideri i Iranit përmeni Shqipërinë për keq, populli më i keq i Ballkanit. Qoftë se mani mend nga 2023-shi, Irani nena ka bëj krim kibernetik. Pati rast për 1-2 vjet qoftë se mani mend që nuk punonin gjërat me sinjal, thjesht u bllokuan aplikacionet e bankave, nuk punoti Albania, doli Edi Rama aty dhe akuzoi Iranin, nena ka bëj Irani këtë gjë. Dhe duhet të keni marrë vesh deri tash, besoj që ai plera serb doli aty dje dhe kërcënoi Kosovën. Nuk e di se po ecin gjërat nëpër botë, por jam i sigurt që Serbia do fitojë thotë tipi. Tash e pari herë, kjo është drejtuar gjithë popullit shqiptar dhe kosovar që ngjoni këtë video. Siguria më e madhe që do i vinë kështu rastesh, do ju thonë gjithmonë që ju jeni pjesë e NATO-s, nuk keni pse shqetësoheni, nëse hyni luftë ju, hyn luftë Gjermania, hyn luftë gjithë NATO. Kjo është ajo që do ju thonë lajmet nëse vjen momenti i keq, duhet përgatiteni për këtë dhe mos e besoni, sepse do jetë keq për ty. Ti do kthehesh në statistikë. Historikisht të gjitha luftrat pa përjashtim kanë qenë gjithmonë me paramendim. Ka qenë një person që përfiton nga kjo gjë. Historikisht pasojat i kanë vujt statistikat. Statistikat jemi ne. Në këtë zonë vdiqen 6 milion banor, këtë zonën tjetër 12 milion. Kjo mund të jetë gjë më e rëndësishme që më ke gjuar të fol deri më sot. Kështu që hapi veshët mirë kushdo që ti je, ti dhe familja jote. Nëse shef qeverinë të dalë lajme të thonë jeni pa merak, mos e vrisni mendin për asnjë gjë, ne jemi të sigurt. Ti duhet mbledhësh valixhe dhe të bësh diçka ose do bësh statistikë. Dhe shqiptarët dhe kosovarët që po ngjoni këtë video, gjëja e parë që duhet bëni është merrni familje, të largoni nga Prishtina, të largoni nga Tirana, të largoni nga kryeqyteti që ka gjysmën e popullsisë shtetet mrena. Qytetet e mëdha janë targeti i parë gjithmonë, edhe pse ka ligje internacionale që ndalojnë vdekjen e popullatës gjër, nuk e pse i vret fëmijët, këta i vrasin gjithsesi.